Nga Big Brother në gjykat. Një muaj para burgim. Është caktuar një muaj para burgim për këngëtarin Besart Kelmendi, i njohur me emrin artistik Gjesti. Fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania është paraqitur sot në gjykatën themelore në Prishtinë për seancën dëgjimore lidhur me dyshimet për veprat penale, armbajtje pa leje, kanosje dhe dëmtim i pasurisë. Sipas dyshimeve, këngëtari kishte shkuar pranë zyrave të studios Onima pas një mosmarrëveshjeje që lidhej me një borxh. Prokuroria dyshon se Gjesti ka kërcënuar me armë personin me inicialet EPIKSH. Mirëpo pasi nuk e kishte gjetur të njëjtin në studio, ai dyshohet se ka dëmtuar disa pajisje dhe inventar të studios, përfshirë kompjuter, tavolina dhe xhama. Policia ka ndërhyrë në vendin e ngjarjes dhe ka sekuestruar armën që dyshohet se ishte përdorur gjatë incidentit, ndërsa këngëtari u arrestua me 11 mars. Seanca dëgjimore në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur me dyert të mbyllura. Jashtë objektit të gjykatës është parë edhe babai i tij Jeton Kelmendi së bashku me menaxherin e këngëtarit.